Këshilli i Ministrave ka shpallur zonë me përparësi të zhvillimit të ekonomisë malore territorin e bashkisë së Vaut të Dejës. Llojet e aktiviteteve që do zhvillohen në këtë zonë janë ai zhvillimit ekonomik, industrial dhe turistik. Vendimi i qeverisë shqiptare shpritur me nota optimiste nga drejtuesit e pushtetit vendor dhe përfaqësues politik të qarkut të Shkodrës. Kryetari i bashkisë së Vaut të Dejës Kristian Shkreli dhe deputetja Gjenis Shela kanë reaguar në rrjetet sociale. Shkreli shkruan se Vau i Dejës hell kështu një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Puna e vazhdueshme, promovimi dhe angazhimi i bashkisë tonë po japin rezultat konkret. I lumtur të ndaj këtë lajm të Këshillit të Ministrave, që i hap rrugë një faze të re të zhvillimit ekonomik dhe social. Vendimi përfshin zona si Barbullushi, Lugina e Drinit, Bushati, Shllaku, Mnela dhe Nënshati, të cilat tashmë kanë mundësi reale për punësim, mbështetje të bizneseve, zhvillim të ekonomisë malore dhe rurale. Ky vlerësim nga qeveria është një mbështetje drejt për drejt për punën që Bashkia Vau Dejës ka ndjekur, duke ndërtuar politika zhvillimit bazuara në potenciale reale të territorit dhe nevojat komunitetit, përfundon Shkreli. Ndërsa deputetja Gjenis Shela shkruan mëtej se Vau i Dejës është në fokus të zhvillimit kombëtar, me shpalljen e Këshillit të Ministrave të disa zonave prioritare, një hap i rëndësishëm për forcimin e ekonomisë lokale dhe zhvillimin e qëndrueshëm të veriut të vendit. Ky vendim është një mbështetje konkrete e qeverisë për Vau Dejësin dhe qarkun Shkodër, duke krijuar mundësi të reja pune dhe zhvillimi për komunitetin. Vau i Dejës ecën përpara, përfundon Shela në reagimin e saj.